erdhi prej me, tha por vi për te, Rozana Gnosti, Tinka Kurti, Margarita, ju lutën, qo thuaj 2 fjalë. Zdu, më tha mu, qo fol ti thënë emër tim. O ti ke rrjedh fare, thash, si do flasën për Colin, thash, kur ti e... Coli, ja? Po qo më bërë, thash. Punon dhe në kombinatin e ushtarak? Jo, Shitës ka qenë, Shitës Bulmeti. Në kohën e komunizmit? Po, Shitës Bulmeti ka qenë shpëtimi. A Shitës Bulmeti? Shitës, ka qenë, në fillim fare ka qenë... Nuk ishte aktor, nuk ishte fare... Jo, ka qenë pallat për njerë. Po si e zgjodhi Hyseni Akani? Ja ta them unë, Hyseni kishte caktuar, kishte marrë 2 që i kishe si figura, Lan Trebickën, se Landi kishte flok, për Depatik, për Colin, dhe Koço de Volen. Koço de Volen? Po, kinoprovën e parë e kaloi Koço. Ati ti tha do të marrish rolin tjetër. Dhe Koço u përgatiti shkreti. Kur ky ishte ke pallat pionjerëve, vajti atje, takoi Agim Bujar në Albanin. Ishte udhëheqës i fëmijëve, profesor i mësim fëmijëve. Unë e kam arritur, kam takuar, kam marrë intervistën për këtë. Edhe i thashtë, qa bo, kam një film, tha, qa film kështu për Depatikun? Po kam i qunë qapë kënë, tha, qinë dhe shë? O, shpëtim, hajte këtu, tha. Thita shpëtimi, tha, ku e pa, i tha shpëtimi, zhele, se të varfër e shu. O, me qa do këtë, kush është këtë? Ati i pëlqeu, komportim, mënyra se si foli. Tha, do vish nesër kënë në studio. Që do bëjë kënë në studio, tha? A ke qenë erë, tha? Kom qenë, tha, se vjedhë caraca ne, tha. Coli, do vish atje, tha. Edhe shkoj me teatrin atje. E morën kinoprovë, e panë të gjitha, se me komisione... Ishte fix? Po, kjo, tha, është Coli, tha. Edhe... E ka qarë, e ka godit. Koçës i ngili merak, i ka mbetë merak. I ka mbetur, e? Sa herë më thoshte mua. Edhe në interviste ka thënë i shkreti që më ka ngili merak e rol, tha. Po, i fliste Hysenit? Po, si ngili. Okej, foto tjetër. Tani këtu ke dalë me Ismail Kadaren. Me Ismailin? Keni histori të vjetër? Me Ismailin, a i kështë qef në i batuta. Këtu për shemon qeshte, sepse u po bëja gjiro ke liqeni. Edhe, kur afrova i tha që qish Lëlogji, si ishe me Qeqën, aty me Bojar Hudhrin. I tha, o ista e shefë, kush është këtë? Kush është këtë? Kjo thash, Lazja, tha, Lazja. O, këshëm 20 vjetë pa u taku, se kështë qenë Francë, unë Shqipëri. Edhe që kemi, ma ullat, hajde. Tha mu, me qa për me eshte që, tha? I thash unë, si puni thash, lexoj libra. Ndërsa në kone lirë shkuj satira. Ju bëj qefi, ju bëj qefi që me fjalë, leximi është gati profesion për ty, ju bëj qefi. Edhe filluam për ca emra personazhe shkrimtarësh që e ke taku filani. Foto tjetër? Ja. Shpëtimi. Kjo është shpëtimi, po para se të vdiste shpëtimit ndash, e vdiqe bia. Kjo është e bia 41 vjeçe. Kjo është e bia? Kjo është nëna e Fationit, Fation Duros, i cili bën atë xhonglimet me top i famshmi, e nëse e keni parë ka kor sukses ai në gjithë stadiumet e botës, gjithandej. Po domethënë ai Coli. Ai është Shpëtim Zani, këtu është Coli, te filmi Debatiku. Ke takimi për Hyseni Akani, ke ditëlindja 75 vjetore. Kështu fytyrën e kishte kështu dhe pse i vjen. Qeshur ashtu. I thash unë, ti do rraf tash, jo atëherë thash. Ti do rraf tash. Se ngacmoja shumë. Foto tjetër? I Shqipërisë bashk. Kjo Gim Krajka, i madhi Gim Krajka, ku në moment që bashortja ime Roza po na nxirrte në foto, po vonohesh i çik. Edhe Gimi tha, o anëme, se kështu thoshte Gimi, si Dibron. O anëme, çik shpejt tha se po nxjerr 2 njerëz më të ndershëm të Tiranës. Edhe unë gavi gazë, ka vënë këtë fotografi. Gimi nuk besoj se mund të ketë muzika shqiptare më talentuar. Jashtëzakonç. Unë e pyes gjithmonë, si ka mundësi të kalosh nga Çifti lumtur, Zonja nga qyteti, që ka të dy edhe shoqja, një muzikë, një atmosferë krejt tjetër, ke një Siti Goril. Një Siti Goril ka dramaticitet, është i jashtëzakonshëm. Apo jo, te Çifti lumtur përket tha, folklori jonë është minier, tha. Fut dorën, kap një motiv, tha, dhe unë aty. Mua atë që kishte thirrë retusja ti për të arrestuar. Ti e ke pas emision. Ai don në festivalin e 11, tha, Kafe Flora burra plot. Ai tha, është progonisha, tha, e ka thonë emrin e Etusit. Kush ishte? Sa ka thënë? Jo. Se thoshte se mos e ngelte hatri. Ishte Mill Doçi, jati Gim Doçit. Ue, Mill Doçi. Po, Mill Doçi ka qenë. Babaja Gim Doçit? Jati... Nuk se kam i foto unë me Gim Doçin ty? Po.
Mil Doçi, Gimi thoshte vetë. Gimi. Pa i tha, unë do të arrestoj këtu në vend, i tha Gimi. Mil Doçi po tha, ç'a ti bëj, tha se këngën tënde e kënoj fëmijët e mi. Për vajzën edhe për Gimin. Edhe për Gimin. Ç'a të bëj, tha, prandaj nuk do të arrestoj. Se i tha, nga i gjeti, tha, po progonishat aty me Gimit, batutë e Gimit, i thash, ta tregojsh për shikuese, se është shumë e bukur. I thash në gjë, do vdesësh e ditë, edhe si gjithë, i thash, që do të vjen një emër rrugë. Do t'i vemi, thash, po, më thuj, qa rrugët do të vemi? Tha, ku ka lënë femrat më të bukura, më tha mu. Sota, ka një rrugë Gim Krajka? Ja. Nuk ka? Ja. Sepse edhe në atë kohë, vetëm çmimin e dytë jepshin, ti e di gjithë. Edhe tani, si duket është i dyti? Ky ka qenë i jashtëzakonshëm. Foto tjetër, sa historira të bukura ka. Taji Baçova. Taji Baçova. Zbutësi, për gjithë ata që nuk e din, zbutësi i kafshëve të cirkut Tiranës. Drejtori i cirkut të Suedis erdhi këtu, edhe pa në vitet 80 e sa unë pa da bërë një shkrim, edhe më tha Pavli Sallata, dhëndri ati të udhëheqësit artistik të Lata Goldit, edhe akrobati famshëm. Tahiri ishte rom? Po. Ishte rom? Po. Dhe tha, unë tha nuk kam parë, tha, të bosh Ariun të kërcej. Është i vetmi edhe të gjuhë të Ariun se ka bërë askush të kërcej. Ka bërë ushtrimit atje. Të hedh topin në kosh. Ky ka bërë qenin e macën e gjithë. Edhe më thoshte mua. Thoshte nga gjithë kafshët që nuk zbuta jeti. Nga gjithë kafshët nuk kam zbut jeti. Do të thonë, ky është i vetmi që ka bërë Ariun të gjoj kosh? Koshin me gomarin, gjitha i ka bërë ky njeri. I jashtëzakonshëm. Ky është figurë, Shqipërisë nuk i vinë më njerëz si ky. Taji Baçova. Po, Taji Baçova. Tani Arusha kë kishte Arusha Mira, Arusha Silva? Silva e nuk e di se kishte. Po ti e ke parë edhe e filmuar ajo që gjuan koshë e kërcente ajo, binte. Si ka mundësi? Ky binte klarinetës, ajo kërcente. Së shpana herë thoshte të kërcej Arusha. Pavarësisht se me mask sigurie, pavarësisht me atë. Po nuk e ka bërë. Ky njeri do të një incident do luan? Ka pas aty brenda, po jo në skenë jo. Ka pasur në provave? Në prova, po. Po edhe kanë gricur, kanë sulmuar, po ky nuk fare. Arusha? E ka, kafshë më vërtet.